si mendon, sa, do me thënë, me aq sa e një këti media, që besoj e një shumë, edhe kontekstin në cilin media po punon, sidomos në këto kohë, kur Spaku është aktiv dhe kur uria për informacion, për operacione që nuk janë bërë akoma, po për detajet e timeve që janë në progres, futani dhe interesin e politikës e cila është në garë dhe do të di se si do të pozicionohet, njëri krah apo krau tjetër, do me thënë, media në këtë mes si publikuese e këtyre materialeve. Sa ka qenë faktor në këtë rast, qoftë edhe për të shkuar në finale të rezultatit që ka të paktën në këtë fazë të hetimit Spaku? Ju bët një vëzhgim shumë të sakt, thatë ka dalë hetimi nga gazetarët apo nga pjesa e hetisë Spakut. Zoti Semana i tha që dyshon se ka ardhur si pasojë e gjetjes së ekspertit IT, unë mendoj që ka ardhur nga e kundërta. Nga ardhur nga monitorimi i gazetarëve, pra me induksion, kanë parë çfarë kanë dalë në media dhe i kanë shkuar mbrapsht. Kush i ka këto dosje dhe si mund të kemë dalë. Do me thënë, Spaku ka hetuar ose ka mbajtur në vëzhgim media të ndryshme me informacionet që ti dyshon për këtë. Nuk kanë dalë. Kjo është opinioni im. Mund të kenë dalë informacionet të tjera të cilat mund të kenë qenë le të themi në vëzhgim. Kjo është opinioni im dhe unë këtë e kam si teori që ka dalë nga monitorimi i mediave dhe më pas ata backyards, kanë ardhur nga mbrapa. Sepse sistemi Outlook i Microsoft Exchange-it që Semana e di, siç e di edhe unë që kam punuar në sisteme sigurie, nëse ti nuk e ndryshon passwordin, nuk të lënë të futesh. Sistemet Outlook e kanë automatike, nëse ti nuk e ndryshon një farë kohe, 3 muaj, 6 muaj, nuk të lënë të hysh të aksesosh brenda. Pra nuk është problem i prokurorëve që nuk kanë ndryshuar passwordin e emailit. Mr. X ekziston. Pra, sepse zoti Rokaj Arnoldi, si ish punonjës policie, ishte personi i cili siguronte këto nga ky Mr. X-i. Siguronte materiale. Materiali, i cili ja dërgonte më pas Zambak Gjonit, i cili ishte personi i cili ja shpërndante gazetarëve. Ky ishte skema. Kjo është skema. Se këto materiale ishin në duart e 2 personave të tjerë, që ishin ish drejtori i burgjeve, dhe sekretari i Ministrisë Drejtësisë. Palnikaj. Palnikaj, po kemi një... Palnikaj. Këtu është në kuadër të legjendes. Pra, këtu është dhe intriga politike brenda Partisë Socialiste, brenda klaneve të PS-s, sepse dosja më sensitive aty është dosja e biznesmenit, që është pronari një spitaleve private, i cili është në hetim nga Spaku, dhe ka të bëj me një dosje që ka të bëj me alp kontrolin. Pra, spitali privat me alp kontrolin, dhe këtu para kuptohet pse është interesante për politikën. Këto i ke të dëgjuar, apo ke pasur rastin të shohësh të materiale base? Jo, unë di faktin që... Pa të pyetur për detaje, se në çdo rast do ishte të shkonim kundër dhe të idhnim por dosja biznesmenit lidhet me alp kontrolin. Dosja lidhet me alkontrolin, prandaj është kaq sensitive dhe prandaj ka kaq shumë angazhim, është gjë e madhe. Dhe kjo është pjesë e intrigës politike që mund t'i volisi një krau dhe një krau tjetër brenda PS-s. Dhe këtu janë alarmuar të gjithë. Dhe prandaj kanë ndryshuar te këto mastermindet, Gjafaj apo të tjerë, por në fakt mendoj që ka qenë një lojë e bërë nga këto personat. Nga këto personat? Nga këto personat duke ditur interesin që kanë grupet brenda PS-s për të goditur njëri tjetrin. Këta persona, si mendon, me logjikën politike, janë persona që kanë dashur t'i shërbejnë më të mëdhenjve në politik, duke ju ofruar këto materiale, apo kanë qenë në funksion gaburimet që kanë arritur të mbledhun është që këto persona kanë shpërndar edhe dosje të tjera, nuk është vetëm kjo dosje. Domethënë, këta kanë qenë furnizues, furnitor për gazetarët. Kanë qenë furnitor të rregullt për gazetarët për dosje dhe për hetimet të Spakut. 6 muaj apo 12 muaj të fundit. Me të njëjtën mënyrë, me gjas. Nuk e di nëse kanë pasur vetëm dosje të Spakut apo dosje të prokurorive apo dosje të policive, por këta kanë qenë furnitor të gazetarëve dhe të mediave. Herë i kanë marrë seriozisht, herë tjetër nuk i kanë marrë seriozisht, sepse për të punuar dhe të bashkëpunuar me një media dhe me një gazetar, duhet të kesh pirë një herë një kafe dhe të kesh një marrëdhënie besimi. Të konsiderosh minimalisht burimi besueshëm, dërgoj ty një email apo një WhatsApp dhe ti ta shikosh dhe
mos ta verifikosh më pas nëse kjo gjë është e vërtetë apo jo. Si duket? Domethënë, po i qëndroj asaj logjikës që në qoftë se themi që është IT-ja që e zbuloi, IT-ja e SPAK-ut, atëherë pse nuk e ka zbuluar dhe herë tjera? Në qoftë se shkojmë me logjikën sinjalizoj. Po, zbulimi është ai, në momentin që ti pretendon që informacione jo, të ti tjera ke kanë dalë. kuptuar sulmi në momentin e parë se të ka funksionuar sistemi. Ti vim asaj që thot Beziri. Ngrihen disa pyetje, të cilat pa u zgjidhur ato pyetje nuk mund t'japim saktësisht një ide të qartë. Për shembull, këta persona janë rastësor, është hera e parë, apo janë një strukturë e ngritur për këtë qëllim? Ladi thot me gjas, po. Strukturë ngritur për këtë qëllim. E dyta, themi për një biznesmen, themi Lita tha për një dosje, një hetim për një institucion. Me kë lidhet midis grupeve që ne i njohim, thuhet në medje që ka minimalisht 2 grupe kryesore në Partinë Socialiste që përplasen me njëri tjetrin, që ca çojnë padi penale për një grupi tjetër, ja japin opozitës ose gazetarëve. Kështu që akoma nuk kemi asgjë të qartë. Po një gjë e dihet që vazhdimisht dalin informacione, nuk e di a dalin nga ky rrjet, sepse e thash edhe përpara që ne marrim nga burimet e brendshme të SPAK-ut informacione nga hetime të ndryshme dhe deri tani, deri pak përpara, nuk kemi pasur në shqetësim të SPAK-ut. Kanë dalë gazetarë investigativ që janë pranë SPAK-ut, na kanë çuditur nëpër studio kur kanë thënë gjëra të përbindshme, nëse mund ta quajmë me një ose detaje kaq specifike. Ose detaje aq shumë specifike, saqë zoti Karamoça jam i bindur, po edhe Eugeni e di që nga njerë, sidomos policia, shpërndan gënjeshtra të bardha, do më thënë, hedhë një gënjeshtër në mënyrë i akuzuar, i dyshuari, të kaloj nga ana tjetër. Mund të ndodhi dhe kjo. Po SPAK-u dherë pak kohë më përpara nuk ka qenë i shqetësuar nga këto informacione. Se ka një kategorizim në fakt në atë shumë e drejtë që thoni, po ka një kategorizim të ajo. Do me thonë dhe të kuptojmë base dhe duke kthyer syt mbrapa dhe mendimin e Karamuçës, sa dosje të tilla detaje surprizuese kemi parë ne për çështje sensitive. Me atë që thot zoti Ali Bali është shumë interesante. Deri më sot ka patur rrjedhje të vendimeve gjyqësore, të kërkesave për lejim përgjimi, po themi, të një kërkesë për dërgimin e çështjes në gjyq. Do më thënë, kanë qenë akte të formuara procedurale. Edhe të quara në pikë zyrtare. Të quara në pikën zyrtare. Të firmosur. Po pra hetim, po pra informacione hetimesh, të gjitha janë akte. Të gjitha hynë në akte brenda hetimit. Do më thënë, e ka firmosur dikush, ka qenë një PDF dhe është shpërndarë, si thot Ladi, nëpërmjet atyre rrjetet e besimit, nëpërmjet gazetarëve. Se këto janë bruta. Po se këto janë. Do me thënë ti thua, ajo që kemi parë ne deri tani është akti i prokurorisë. Akti i prokurorisë fizikisht, futur në WhatsApp edhe Ladi që ka mike Eugenin, ja çon Eugeni, ja çon Jonidis. Dhe me që kemi parë ne shumica kanë qenë të fotografi mbi PDF, paktën ato që kanë qarkuar.